Muzikanti dhe kompozitori i njohur vlonjat Artur Dhamo është drejtori i ri i teatrit Petro Marko të Vlorës. E ndërsa jetën e tij ka të lidhur me teatrin, Dhamo merr tashmë një përgjegjësi të rëndësishme përsipër, duke u vendosur në krye të këtij institucioni të rëndësishëm të artit. Artur Dhamo u prezantua nga kryetari i bashkisë Elisa Lili gjatë kësaj të mërkure. Halili tha se Artur Dhamo është një njeri i dur për drejtimin e teatrit, që do të ketë edhe të gjithë mbështetjen e Bashkisë së Vlorës. Arturi është në krye të këtij institucioni dhe të gjitha problematikat dhe sigurisht jo vetëm me problematika që janë pjesë e suportit të bashkisë, të infrastrukturës, paralelisht do të merret edhe me pjesën e zhvillimit kulturor të teatrit që në vetvete është një zhvillim për gjithë jetesën kulturore të qytetit. Kryebashkiaku Halili theksoi se për zgjedhja e drejtorit të ri Artur Dhamo në krye të teatrit të Vlorës ishte e vështirë, për shkak se qyteti bregdetar ka figura shumë të rëndësishme të artit dhe kulturës. Megjithatë theksoi se ishte një zgjedhje mjaft e duhur. Për zgjedhja normalisht ishte e vështirë. Ka shumë figura që mund të ishin në pozicionin e Artur Dhamos, por fakti që Artur Dhamo është në krye të këtij institucioni nuk do të thotë se asnjë nga figurat që mund të konkuronte është më pak pjesë e këtij teatri. Këtu është një forcë ekipi e cila do ta çojë përpara këtë strukturë. Kështu që Arturi është thjesht personi kyçi gjithë këtyre faktorëve për ta koordinuar dhe gjë që të ecë sa më mirë përpara. Dhe sigurisht ka besimin tonë të plot. Artur Dhamo është një ndër kontribuesit ndër vite të teatrit Petro Marko. Ai e cilëson detyrën në krye të këtij institucioni si një përgjegjësi të madhe, ndërsa tha se do ta bëjë me përkushtim dhe objektiv do të ketë gjallërimin e jetës kulturore dhe artistike. E pa aspiruar, por është më tepër një përgjegjësi, asgjë nuk ndryshon në qasjen time. Unë jam Arturi, jam një nga ata që kam kontribuar për vite, sot thjesht me pozicionin e drejtimit administrativ, kjo shton më tepër, në aspektin njerëzor profesional, me të njëjtin përkushtim ndoshta edhe të shumë fishuar, tani më me përgjegjësinë organizimit dhe administrimit të një institucioni, për të gjallëruar sa më shumë jetën. Do të respektojmë të gjitha produktet e mira që ka ky teatr, sepse ka vërtet produkte shumë të mira në vite, dhe ne do mundohemi që ti çojmë tepër. Patjetër që të rregullojmë ndoshta dhe defekte dhe problematika, që janë kryesisht në aspektin e infrastrukturës, padyshim kërkojnë mbështetje, por dhe në aspektin njerëzor të kapaciteteve të artistëve. Dhamo tha se teatri Petro Marko ka një sër projektesh edhe sa i përket muajit tetor, ndërsa do të vijojë për pasurinë e tij, kryesisht të produkteve vendase dhe vlonjate. Patjetër, tetori ka disa projekte që janë si thua të planifikuar. Ne të interesojemi që të shtojmë produktet tona. Do me thënë përveç atyre që na vinë të mbarturave, të importuarave, duhet që teatri tani të dalë me produktet e veta. Dhe ky është një objeksion dhe një sfidë që shpresoj me punën e përbashkët do ta realizojmë. Drejtori i ri i teatrit Petro Marko të Vlorës Artur Dhamo thotë se do të punojë fort edhe për rikthimin e varietes. Kushtet që jemi mund të konsiderojmë që kemi nevojë për ta pasuruar. Këto ndoshta do të jenë objeksionet më vonë për ta parë. Ajo që kam unë merak, dua që ja u thash edhe në zyrë, që do të ishte shumë mirë që me kalimin e kohës të mund të rikthejmë dhe bendin e trupës varietes, që është një breng e imja, e kam gjetur, u zhbë për arsyet që ne i dim, ndërsa do ta rikthejmë qytetit kishte një bend live. Shumë. Kjo është një çështje që më shumë i takon vullnetit dhe është sfida juaja, nga ne do keni gjithmonë pjesën e mbështetjes. Pjesë edhe e miratimit të strukturës. Ne ngelet për të shijuar të gjë. Drejtori i ri i teatrit të Vlorës Petro Marko, Artur Dhamo, ka marrë mbështetjen maksimale edhe të stafit dhe trupës së teatrit në këtë detyrë mjaft të re dhe të rëndësishme, të cilët e kanë vlerësuar si njeriu e duhur për drejtimin e këtij institucioni të kulturës dhe artit në qytet, për shkak të profesionit të tij, por edhe si njohës i mirë i teatrit me të cilin është rritur dhe zhvilluar në aspektin njerëzor dhe profesional.